Përshëndetje të dashur miq. Në këto kohë të turbullta, të trazuara, ku shumë çka po ngjet nën rrogoz. Paria e Tiranës po e vërteton se është një bandë mafioze që veprojnë bashkë kundër interesave të shqiptarëve. Një ngjarje që u kalua pa shumë bujë, pa shumë lajme. Në këto kohë, gjatë këtyre javëve, ishte një letër që nga burgu ish presidenti dhe ish kryeministri Ilir Meta i dërgonte popullit shqiptar në teori, por nuk dihej se kush ishte në realitet i adresuari apo të adresuarit e kësaj letre. Pra, kujt ja dërgoi Ilir Meta? Cilat ishin mesazhet e tij? Dhe kush që objektivi i tij dhe i Parisë së Tiranës më në gjerësi me këtë letër? Po ashtu, gjatë kësaj jave, tani në fund të kësaj jave, morëm lajmin nga kryeministri i Shqipërisë se ai ka marrë ftesën për të vizituar Washingtonin në kuadër të konstituimit ose të formimit të bordit të paqes. Çfarë është ky bord? Kujt i shërben pjesëmarrja në këtë bord? Dhe a është realisht kjo një njohje e legitimitetit të Edi Ramës nga administrata Trump? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që Edi Rama po luan me blofin sërish, duke u përpjekur të mbështetet tek padijenia dhe mosdia e shqiptarëve për sa i përket mënyrave se si funksionon sistemi ndërkombëtar. Edi Rama ftohet në Washington si shërbëtor, ftohet në Washington për të vënë një firmë ndaj të cilës ai nuk ka asnjë lloj mundësi të shpreh vullnet të kundërt. Edi Rama ftohet pra si një njeri që duhet të firmos një dokument të parashkruar për të dhe po përpiqet ta përdor këtë kundër kundërshtarëve të vet politik. Për të provuar që është ende mbi kal dhe nuk e rrëzon dot njeri. Në fakt, ata që ka kundërshtar janë njerëzit e tij më të afërt. Sali Berisha dhe Ilir Meta janë njerëzit që kanë interesin më të madh që në këtë pikë shumë të vështirë të jetë Edi Rama në krye, sepse Edi Rama është një shënjestër që i lejon ata të mbajnë afër tyre militantët dhe të ruajnë kontrollin që kanë mbi opozitën. Pra, tre bashkë punojnë për të mos lejuar një opozitë reale. Të gjithë udhëheqësit e Parisë Tiranës, duke filluar nga Edi Rama i pari, janë ose po duken tani më përherë e më tepër të dëshpëruar, sepse po fillojnë t'ju dalin disa nga pislëqet që ato kanë bërë. Spaku po vepron dhe po ruan konsekuencën. Mirë, po Spaku nuk mundet me qenë zgjidhja. Spaku është thjesht një mjet për të krijuar hapësirë për zgjidhje. Zgjidhjen duhet ta bëjnë shqiptarët, zgjidhjen duhet ta bëjnë ata njerëz që duan të rrisin fëmijët me nder në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, në Vlorë, në Saran, në Gjirokastër e kudo tjetër nëpër Shqipëri. Spaku vetëm po hap derën, vetëm po i tregon shqiptarëve se sa shumë dhe se sa fort dhe se sa me pashpirtësi i kanë vjedhur këta. Për këtë dhe për shumë gjëra të tjera do të flasim sot. Sigla. Le të fillojmë pra me atë që
u njoh si letra nga burgu, njëra nga letrat e fundit nga burgu të Ilir Metës për popullin shqiptar, lexuar nga sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim ose Partisë të Ri, siç quhet tani, zoti Tedi Blushi, i cili është dhe deputet i Republikës. Ishte një letër e ndryshme nga të tjerat, ku zoti Meta synonte të fliste hapur, të paktën të jepte disa mesazhe që ai ende ka në çantën e tij të zezë, nëse mund ta quajmë kështu, informacione të mjaftueshme për t'i bërë dëm Parisë së Tiranës. Po çfarë tha zoti Meta? Zoti Meta tha disa gjëra. E para, ai foli për 21 janarin dhe për drithijet që janë mbrapa 21 janarit. Ai foli për një organizim të mëhershëm të tij, ai foli për dieni të lojtarëve të brendshëm dhe të jashtëm për 21 janarin. Nuk duhet të na duket e habitshme apo e çuditshme që shërbimet e huaja e dinin se ç'po përgatitej, nuk duhet na duket e çuditshme që shërbimi shqiptar e dinte boll mirë se çfarë po përgatitej, po ashtu nuk duhet na duket e çuditshme që brenda Parisë së Tiranës këta sillen me njëri tjetrin si kobra, ndaj nuk e kanë problem që të kafshojnë. Ka disa fakte, ndodhira të asaj dite, të cilat na bëjnë të mendojmë që zoti Meta nuk e ka krejt gabim kur shprehet se 21 janari nuk ishte një protest spontane. Mirë po, si e justifikon kjo Metën? Si le të pyesim njëri tjetrin dhe të pyesim veten? Çdo të thot kjo për vjedhjen e 700.000 eurove të cilën e kemi me zë dhe me figurë. Zoti Meta sqaron që ajo ishte një ekspertizë e bërë nga njerëz pranë qeverisë dhe ja kishin me hile. Nuk gjykoj që është e vërtetë, sepse menjëherë pasi qeveria desh ta fuste në burg dhe desh t'i merrte pushtetin me ajo opozita e atëhershme, që është qeveria e sotshme. Desh ta fusin burg dhe desh t'i merrte pushtetin me dhunë, sipas zotit Meta, sipas versionit të tij. Ky në fund të mandatit zgjodhi që ta dënoi këtë lloj sjellje duke u bërë aleat me këtë forcë politike me PS-n dhe duke hyrë edhe një herë tjetër në qeveri, madje mori pa asnjë lloj turpi edhe votat e të njëjtëve njerëz që e akuzojnë dhe u bë dhe president. Pra kjo nuk i pi ujë zotit Meta, mirë po zoti Meta gjithsesi mesazhin e dha për 21 janarin. Një diçka tjetër që ai për cilën ai foli ishte çështja e vrasjes së Azem Hajdarit dhe për këtë ai sulmoi legitimitetin e Sali Berishës, duke lënë të nënkuptohet që aty ka shumë gjëra të pasbardhura. Pra dy ishin qëllimet e Ilir Metës në atë letër, madje do thoja edhe tre. Qëllimi i parë ishte që t'ju dërgonte disa lojtarëve të brendshëm dhe të jashtëm një mesazh që Ilir Meta nuk ka vdekur, është politikisht i dëmtuar, është i plagosur rënd, është në burg, por Ilir Meta nuk ka vdekur. Për sa kohë që Ilir Meta ka disa njohuri, të cilat mund t'ia bëjë të ditur njërit apo tjetrit, duke dëmtuar jashtëzakonisht shumë fort Parinë e Tiranës. Ky duket si një mesazh që i dërgohet atyre që kanë çelësat e Parisë Tiranës, janë ata që nuk duken, janë ata që flasin me mesazhe njëri tjetrit dhe jo publike, janë ata që njerëzit mund të mos ju din emrat, por ndoshta i njohin djemt, niprit e të tjerë, të cilët janë zëvendës ministra në poste kyçe të brendshëm të posteve ku ndahen tenderat e tjerë e tjerë. Pra nëse i hyni biografive të niprëve, mbesave, baxhanakëve, të krushqive, të gjithë këtyre njerëzve që janë mbas perdes, shikoni që pushtetin real e mbajnë ata. Ndaj këtyre besoj se ju drejtohet zoti Meta kur thotë që për 21 janarin unë mund të zbardh shumë gjëra. Po ashtu i drejtohet të huajve, të cilëve ju thotë që unë ende mund të jem faktor. Pra, në të njëjtën kohë ai kërcënon Parinë e Tiranës dhe në të njëjtën kohë ai i ofrohet të huajve si një urë, të cilën ai nuk ka për ta kapërcyer dot atë lloj hendeku, të paktën për momentin, sepse nuk është ende në atë gjendje dëshpërimi, por ju bën me dije të gjithëve që ai mund të kapërcej hendekun dhe të bëhet një urë për të huajt, për ndërkombëtarët, duke ju treguar atyre se çfarë ka ndodhur realisht mbas perdeve, mbas kuintave, mbas kulisave tek Paria e Tiranës. Kjo ishte thelbi, ky ishte thelbi i mesazhit të Ilir Metës. Pra dy gjëra duhet të mbajmë mend, siç thash,
Njëra është që Ilir Meta po flet me gjuhën që flet paria e Tiranës, kështu i drejtohen ata njëri tjetrit, mbas kulisave. Pra, në të njëjtën kohë që janë shokë e miq, në të njëjtën kohë që pinë kafe dhe ndajnë pazare dhe tendera bashk, nuk e kanë as pak problem që ta kthejnë kokën në krahun tjetër dhe ta kafshojnë në qaf njëri tjetrin, mundësisht duke e helmuar përfundimisht. Pra këta janë njerëz që nuk kanë as besë me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë lloj dëshire ose asnjë lloj dashurie as për shqiptarët dhe as për njëri tjetrin, janë të pabesë deri në fund, por janë gjithashtu të ndërgjegjshëm që pa njëri tjetrin këta nuk do të ishin pasuruar dot kaq fort. Është një dilemë e të gjithë parive të pushtetshme, është një gjë që po ndodh në Kinë sot, ku ka përplasje të fortë, edhe paria e Tiranës po kalon në një fazë të tillë ku nuk e duan njëri tjetrin, përpiqen që ta hanë njëri tjetrin të gjallë, por e dinë që pa njëri tjetrin nuk do të kishin mbërritur dot këto pasuri marramendse, ndaj dhe duan që të ruajnë sistemin. Ky sistem i mban të gjitha ata gjallë. Dhe në qoftë se nuk e mban gjallë Ilir Metën si aktor politik, do të mbaj fëmijët e tij, do të mbaj niprit e tij, pra do të ruaj pozicionin e tij brenda Paris. Ky është objektivi, ky është synimi primar. Synimi dytësor është që t'ju tregoj të huajve që në fund fundit ka shumë që ata mund të mos ta dinë. Pra Zoti Meta është duke luajtur bllofin me të dyja portat. Dhe mund të bëhet gati Zoti Meta që t'i tregoj shumë çka nga ato që di. Dhe Zoti Meta njeh shumë nga pislliqet e Paris Tiranës. Siç e kam thënë në disa intervista që kam dhënë në për podcast të tjera, un jam do të isha një mbështetës i një personazhi publik, pse jo Zoti Ilir Meta, i cili disa atribute i ka tek lëvizja studentore shqiptare në vitin 90, pra ka qenë pjesëtar i saj, pjesëmarrës i saj, pa gënjeshtra, pa rrena, ka qenë aty i zgjedhur edhe që të jetë njëri nga delegatët, pavarësisht nëse ishte i dërguar, pavarësisht nëse ishte aty për të mbledhur informacion që t'ia jepte pastaj atyre të cilët ishin në pushtet në atë kohë. Kjo nuk ka shumë të bëjë. Rëndësi ka që në arealin politik shqiptar, Zoti Meta e ka këtë merit. Ndoshta ka dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk janë merit, bile janë faje të rënda, ka shumë sjellje të tilla të cilat janë realisht të pa shpjegueshme dot për nga mënyra se si ka vepruar ai. Janë të shpjegueshme vetëm në kontekstin e Paris Tiranës, ku secili punon që të pasurohet, që të zerë një vend brenda Paris të Tiranës. Pra, Zoti Meta ka një shans tani. Zoti Meta ka një shans që t'i tregoj këto publikisht. Pikëspari t'a tregoj Spakut dhe atë letrën e hapur ta zgjeroj. Të filloj duke thënë që unë Ilir Meta kam bërë. Do të ishte një letër e gjatë, po do të ishte një letër e cila do ta shpëtonte shpirtin e Zotit Meta. Do ta nxirrte atë si një hero, pavarësisht defekteve të mëdha të tij, për shqiptarët. Do t'i tregonte shqiptarëve rrugën e duhur, do t'i tregonte shqiptarëve se kush i ka sunduar, cilët janë këta plerat që i kanë sunduar shqiptarët, dhe Zoti Meta duhet ta fillojë nga vetja. Duhet ta fillojë nga familja e vet. Dhe duhet t'i thotë shqiptarëve që unë këtë e kam bërë se ky ishte konteksti. Në këtë kontekst kam vepruar dhe kështu kam vepruar dhe ky është faji im. Por 1, 2, ka dhe shumë gjëra të tjera, do të ishte një libër i gjatë, t'ia tregoj Spakut, t'ia tregoj njerëzve, në mënyrë që paria e Tiranës të mos ketë më këtë lloj kompaktësie. Mirë po Zoti Meta nuk ka për ta bërë këtë, në radh parë ka probleme me kushdo që do të synonte ose do të guxonte ta mendonte një gjë të tillë, do të kishte probleme me kokën, sepse paria e Tiranës nuk i bën llogarit duke u dridhur dora. Paria e Tiranës, Paris Tiranës, madje edhe Zotit Meta vet, nuk i dridhe dora fare që të dërgoj dikë për të hequr qafe këdo që është i panevojshëm ose këdo që është i sikletshëm për parinë e Tiranës, dhe Zoti Meta e di që në momenti që bëhet ai i sikletshmi, koka e tij është në rrezik, koka e familjarëve të tij është në rrezik e tjerë, nuk i ka besën as të shoqës, jo më të tjerëve. Kështu që në këtë kontekst Zoti Meta nuk ka për të folur, por zgjidhja do të ishte kjo. E njëjta gjë ndodh sot me Sali Berishën, i cili në njërin anë flet sikur e mbështet Ilir Metën, por në anën tjetër është i kënaqur që Ilir Meta është aty ku është, sepse nuk është më rival. Pra, Ilir Meta është tani më nën mëshirën politike të
Sali Berishës dhe kështu intereson edhe Edi Ramës dhe të tjerëve. Pra, kjo lloj letre, ky lloj mesazhi mafioz ose që i përngjan mesazheve mafioze nga burgu, ku jepen shenja që diçka unë di. Mos kujtoni se unë kam vdekur, mos kujtoni se unë nuk do flas. Këto janë shenja të një parie e cila është e paqartë, një parie e cila është në konvulsion, kur thuhet, është në zjerje, në valim, sepse e di që po i ngushtohet laku. Ndaj dhe letra e Zotit Meta u trajtua shumë përciptas. Është vështirë ta gjesh në internet, më është zhdukur dhe nga interneti, por ajo ishte shumë e rëndësishme sepse tregon gjendjen ku është Paria e Tiranës sot dhe mënyrën se si Paria e Tiranës flasin me njëri tjetrin kur perdet janë të mbyllura, kur dritat janë fikur. Pra këta sillen me njëri tjetrin si kafsh pylli, ta sillen me njëri tjetrin me pabesi, pa asnjë lloj peshe të fjalës vet, tradhtojnë njëri tjetrin, puthen ditën, qahen natën, vrasin njëri tjetrin. Këta nuk e kanë as pak problem që të sillen në këtë lloj mënyre, sepse ky është realiteti i Parisë Tiranës. Çdo gjë tjetër që ju shihni nëpër televizione është thjesht teatër, është thjesht i lyer me buskuq, është thjesht një lloj makiazhi që Paria e Tiranës i bën imazhit vet dhe Ilir Meta e nxori hapur këtë. Letra e tij po të lexohet me kujdes, e nxori hapur këtë. Një tjetër pasojë e letrës është menjëherë më mbrapa një deputet i Partisë Demokratike, emri i babait të cilit dilte nën mesazhin e Ilir Metës, menjëherë e vizitoi Ilir Metën. Menjëherë filloi të flas pro Ilir Metës, sepse të gjithë e dinë që këtu janë të ngjyer deri në fyt me të pëgërën që ka bërë Paria e Tiranës. Të gjithë këta që shahin Edi Ramën sot punojnë me Edi Ramën. Të gjithë ata që kanë sharë Sali Berishën dje kanë punuar me Sali Berishën. Në njërin krah kanë marrë tendra me Sali Berishën, në krahun tjetër e kanë sharë. Sot në njërin krah thon Edi Rama diktatori, në krahun tjetër marrin tendra. Madje ata që e shajnë më shumë marrin edhe postën qeveri, si ai siç e quhen kryeministri Gjeldeti i Peqinit. Nga Gjeldeti i Peqinit u bë pjesëtar kyç i qeverisjes së Edi Ramës, kështu që këta nuk e kanë problem. As shitblerjen, as mos mbajtjen e fjalës, as mungesën e besnikërisë, as nuk kanë asnjë lloj ideologjie. Ndaj dhe Zoti Meta flet me këtë mënyrë me ta. Kështu kuptohen këta, me letra, me kunja, me letra, me insinuata, me letra ku ata kërcënojnë njëri tjetrin me informacionet që i kanë njëri tjetrin. Ky pra është mësimi që duhet marrim nga letra e Ilir Metës, që nuk u shpreh qartë në media, nuk u tha ashtu siç duhet, nuk u shkoklit për popullin, por unë besoj që duhet ta dinë shqiptarët se si sillet Paria e Tiranës mbas perdes, si sillet kur ju vjen laku, kur ju ngushtohet laku fort, kur e sheh që e kanë harruar dhe ndoshta do të bëj burgun për gjithë të tjerët, pa asnjë shkak, ndërkohë që ende pasurisë së tij nuk i ka dalë boja e gjitha, por ndoshta Zoti Meta di më shumë se sa dim ne. Ndoshta Zoti Meta di që spaku ka zbuluar pasuritë të tij dhe të familjarëve të tij, ose pasurinë e emër të tij, që nga Evropa në Afrikë e ndoshta deri edhe në Moskë. Ndaj dhe ky duhet të ishte leximi i letrës së Ilir Metës, pavarësisht se media bëri atë që bën zakonisht, bëri pak sa zhurmë, mori disa pjesë ku Ilir Meta thonte që kam vetëm 87 milion lekë gjendje dhe propagandoi atë që donte Ilir Meta, por jo mesazhin e nëndheshëm që jepte ajo letër. Ndaj duhet ta dini, mesazhet e Parisë së Tiranës janë jashtëzakonisht shumë të forta, sepse jemi në një periudhë teje delikate për fatin e shqiptarëve dhe për fatin e Parisë Tiranës. Qa ka ndodh bre, i bëni arti, këta kopila, milionera me stila, artista ju të mek, arti juj, i vdek. Si
S'jeni ju artista, jeni kon artista. Gjithë pensionistat lek vet pista. Gjersa ju i ballit, është ajo prej hallit. I vetmi ven ku bytha, ju bonni me vila. Po ju jeni servilat, shefit dhe pila. Shpirtin e keni shit, në zemër keni veç shit. Toni dini gjasme me bohit. All you produces, a piece of shit, legit. Mishte ju në qeveri, janë shokët që do keni në qeli. Shqiponjës ja keni ull kryt, bukën robve ja keni ngeq në fyt. Populli po pyt, kush është shefi yt? Tani le të vim tek jashtë quajtur i lajm që ka dalë këtë ditë se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, Duqe i Surrelit, është ftuar në Washington nga Shtëpia e Bardhë për të bërë pjesëtar i bordit paqes, ashtu siç është ftuar dhe ashtu siç është thënë më parë në media. Nuk mundemi ta vërtetojmë që ky është një lajm i vërtetë, sepse qeveria shqiptare në çdo rast, kurdo, nuk e ka pasur kur problem të vërtetën, gënjejnë, por le ta marrim për të mirëqenë që ky është një rast i vërtetë dhe që kryeministri nuk gënjen këtë herë dhe e kanë ftuar realisht në Washington. Kryeministri Rama mendon se mund ta shes këtë, përkundërzi ka luftuar fort, ka lobuar shumë që ta shes këtë si një tregues që ai ende i ka lidhjet e forta në Washington, që administrata Trump e do fort, që ai është i pranueshëm për të forcuar legitimitetin e tij brenda Parisë së Tiranës, sepse të dashur miq, të gjithë këta e dinë që duke mos pasur shtet, duke mos pasur asnjë lloj sovraniteti, janë të varur në mënyrën më të fortë dhe më të madhe të mundshme nga vullnetet e shteteve të huaja dhe në këtë rast nga vullneti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithashtu, legitimiteti i tyre vjen sepse i pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këta gjithë spionojnë njëri tjetrin tek rruga e Elbasanit dhe pastaj e mohojnë atë çfarë kanë thënë për njëri tjetrin, punojnë bashkë gjithë për të mbajtur sundimin mbi shqiptarët. Pra, legitimiteti i tyre i brendshëm varet nga ajo që ata kanë mëkuar tek shqiptarët me anë të propagandës, që është pranueshmëria nga një fuqi e madhe. Pra, në këtë kontekst, zoti Rama mendon se do t'i bindë shqiptarët që shikoni, mua më do Amerika, ndaj mos i shkoni mbrapa këtyre të tjerëve. Ky është një truk i vjetër dhe është një truk që nuk ka për të funksionuar për disa arsye. Pikë pari, në Washington, shtetet e mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës thrasin shumë njerëz. Për të dhënë një kontekst, unë përmend këtë vazhdimisht, po është konteksti më i duhur i mundshëm. Disa muaj përpara se sa të përfundonte i vrarë në një kanal nga një agent i shërbimit francez, Kadhafi, lideri i Libis, ku shumë më tepër interesa nafte, energjie se sa ka në Shqipëri, u prit në Washington, ju lejua të bëj një çadër të vetën, u takua me sekretar shteti, bile më parë ishte takuar edhe me sekretarin e shtetit të ish presidentit Bush, duke u shtyr aq fort sa që i kishte kërkuar asaj një takim privat romantik. Pra, Gaddafit ju lejua të ngrej një çadër në Washington me 20 bodyguardet e tij femra, të cilat ishin të gjitha të përdhunuara nga ai më parë, u mor vesh më vonë, por ju lejua shumë çka, pra, ju lejua një cirk i padëgjuar më parë. Dhe në atë kohë ishte kurioze, të paktën gazetat amerikane shkruanin që është kurioze se pse i lejohet një gjë e tillë. Mirë, po kjo nuk e pengoi që kur erdhi momenti i duhur, kur Gaddafit i kishte rrëshqitur këmba, telefonatave të tij, i cili mendonte se kishte njerëz në Amerikë të cilët do ta shpëtonin, nuk i përgjigj kush. As në Amerikë, as në Itali, aq më pak në Francë, që ishin ata që po i bënin gropën. Pra, në aferat ndërkombëtare, nuk ka siguri thjesht sepse një dikush u ftua në Washington. Pika e dytë. Dakord, u ftua shumë mirë, po e marrin për të mirëqenë që Bordi i Paqes është një organizatë që ka vlerë. Si dhe sa i shërben kjo Shqipërisë, sepse zoti Rama atje nuk shkon si kryetari i çifligut që quhet Shqipëria.
Zoti Rama atje shkon sepse ka marrë votat nga shqiptarët për të përfaqësuar shqiptarët, për të mbrojtur interesat e Shqipërisë. Cilat interesa mbron? Pse shkon atje? Dakord që ka bërë një kompromis politik, është normale që në politikën e jashtme ndërkombëtare të bëhen kompromise, sepse interesi kryesor është interesi i vendit të cilin përfaqëson. Por cilat janë këto interesa që po mbron Zoti Rama? Apo mbron veten e vet nga kapja e hajnive të veta, cilat po i afrohen? Nuk ka për të pasur sukses për këtë. Ai thjesht po shkon në një vend ku është i detyruar të vendosë firmën, sepse, më falni për shprehjen, është i menderosur nga të gjitha këto të tjera. Pra, duke qenë i menderosur në të gjithë krahat e tjera, është i detyruar që të përdor një organizat, të cilës nuk i thot dot jo, të cilën nuk e justifikon dot as tek populli vet. Harroje se ai nuk e quan popullin e vet, i quan shqiptarët dele, kafsh, këta pisa që kaq meritojnë. Shqyr që kemi një artist kryeministër që na nderon në përballë, sepse për ndryshe do të ishim një popull jashtëzakonisht shumë i prapambetur, sipas Parisë të Tiranës dhe specifikisht Zotit Rama. Atëherë, në qoftë se Zoti Rama shkon në Washington, në qoftë se pritet në shtëpinë e parë, si dhe sa do t'i shërbej kjo shqiptarëve? Në gjykimin tim, Zoti Rama ka menduar zero për këtë. Nuk e vret mendjen fare se si dhe sa do t'i shërbej kjo shqiptarëve. Zoti Rama është në atë punë për të shpëtuar me nderen e vet, pavarësisht se i ka mbushur poturet, sepse e di që i janë afruar shumë, po jashtëzakonisht shumë, asaj që është kupola që kontrollon tenderat e qeverisë, e cila ka për kryetar Zotin Rama vet. Ndaj dhe kjo është njëra nga arsyet. Arsye e dytë që nuk duhet na bind kjo propagandë e qeverisë, nuk është sepse ç'a thon Sali Berisha, këta tjerët, ata janë thjesht kloun të cilët do kishin bërë të njëjtën gjë po të ishin në vend Zotit Rama. Le të mos kemi ndonjë iluzion për ta. Mirë, po ka një problem më të madh që shkon përtej sa reale dhe sa e vërtet është opozita e ashtu quajtur opozitë, që është opozitë jo reale e Partisë Demokratike. Ka një të vërtet që ka të bëjë me interesat kombëtare shqiptare. Sepse Zoti Rama, përveç të tjerave, nuk ka marrëdhënie të mira as me Kosovën, nuk ka marrëdhënie të mira as me qeverinë e Kosovës. Atëherë, nëse Zoti Rama po shkon në Washington, a ka ndonjë mundësi që Zoti Rama të mbrojë interesat e Kosovës? Përgjigjja për këtë është jo. Zoti Rama e ka frikë Kosovën, pavarësisht gabimeve të Albin Kurtit e tjerë se Albin Kurti ka të vetat, por në këtë rast Albin Kurti ka të drejtë. Shqipëria duhet ishte promotori numër 1 i mbrojtjes së interesave të Kosovës. Shqipëria duhet ishte promotori numër 1 i futjes të Kosovës në agjendën ndërkombëtare dhe çdo veprim ndërkombëtar i Shqipërisë duhet kushtëzohej me Kosovën. Nuk ka asnjë kushtëzim të Kosovës, nuk ka as futje të Kosovës, nuk flitet as për çamërinë, nuk flitet as për viset shqiptare në vende të tjera, nuk flitet as për Iliridën e cila është në një turbullirë shumë të madhe. Pra Zoti Rama ka shkuar badiava, siç themi ne, ose badihava thon Kosovë, dhe shkon atje thjesht për të mbrojtur interesat e Edi Ramës dhe familjes tij, dhe për të mbrojtur hajnin, për të mbrojtur vjedhjen që ka bërë, sepse Zoti Rama mund t'i duket vetja shtetar, po është thjesht një hajdut, ashtu siç është hajdut Sali Berisha, ashtu siç është hajdut Ilir Meta. Nuk janë shtetar këta, shtetarë të cilën ndryshe. Edhe nëse gabojnë, shtetarë të cilën ndryshe. Pra, Zoti Rama shkon atje si një hajdut, si një hajn, me kostum brioni, i cili do të jetë nën atë litarin që i vihet qenit të atyre që e kontrollojnë Zotin Rama, sindikatës ndërkombëtare të krimit, dhe do të bëj atë që do t'i thonë. Zoti Rama nuk ka kurrë fare autonomie në këto afera ndërkombëtare. Një tjetër zë që ka nxjerr Duqja i Surrelit, siç quhet me dashamirësi shumë në popull, Duqja i Surrelit ka nxjerr një fjalë sikur do ta zgjedhin këtë president të bordit. Ashtu siç pat nxjerr një fjalë që do ta bënin kryetar të NATO-s. Ka një shprehje në Shkodër, që është shprehje popullore, por që i shkon për shtat kësaj rrene të madhe, Dekshan Kos. Unë për kryeministrin tonë. Do të bëhet ai president i bordit paqes. Aman o Zot, aman o Zot.
Këto janë gënjeshtra, rrena që i hanë vetëm naivët. Këto janë gënjeshtra për njerëz të cilët janë të pamësuar me dëgju të vërtetën. Këto janë gënjeshtra rrena sa për me kalu radhën. Këto janë gënjeshtra si puna asaj gënjeshtrës asaj ministres tonë të jashtme e cila shkoi dhe mori pjesë në ballo. Ajo që ka qenë emigrante. Tani është bërë që shkon në ballo. Ka fryr dhe organet trupore dhe i duket vetja dhe e bukur, ndërkohë ministres tonë të jashtme. Në vend që ti duket vetja shërbëtore e popullit vet, në vend që të vihej në shërbim të popullit vet, harxhon zoti e di se çfarë për të shkuar në përballo. Sepse këta janë aristokratët e ri, sepse këta janë zengjinët e ri, sepse këta janë les nouveaux riches, thuhet frëngjisht. Se kështu ju pëlqen këtyre, këta janë edhe frankofon tani. Zoti Rama është frankofon i lindur, e njeh mirë frëngjishtën ashtu siç njeh mirë dhe gjuhë të tjera me bazë latine. Pra këta janë e shohin veten si zengjinët e ri, si sunduesit e ri të shqiptarëve, dhe këta tani më kalojnë kohën e tyre, një ministre e jashtme, një vendi që është në turbullire, një vendi që ka shqiptarët e Kosovës për të mbrojtur, që ka shqiptarët e Iliridës për të mbrojtur, që ka shqiptarët e Malitzi për të mbrojtur, që ka shqiptarët që jetojnë në Serbi, sepse janë 100.000 vetë që jetojnë në Beograd dhe nuk flet kush për ta, përveç Preshevës dhe Bujanovcit, sepse ka shqiptarë në Greqi, sepse janë çamët që janë pronat e çamëve të cilat nuk i merr më njëri në mbrojtje, janë të drejtat e arvanitëve. Greqia është një vend i Bashkimit Evropian që nuk njeh asnjë lloj minoriteti, pavarësisht se ende sot flitet gjuha shqipe ndër arvanitët e të tjera. Pra kjo ministra e jashtme gjen të vetme gjë për të bërë në Vjenë, sepse këta shkojnë në Vjenë tani, këta janë ballo, këta janë pasarësit e Strausit dhe të Franz Josefit të Austrisë. Këta gjejnë kohën për të shkuar në ballo në vend që të merren me punë. Këta gjejnë kohën për të shkuar tek ai restoranti që shkoi ai që është i penduar i drejtësisë sot. Nuk është tamam i penduar, është me demek i penduar, po ish ministri i financave që shkonte hante biftek tek Nusreti. E të tjera. Pra këta e kanë hallin tek luksi, tek dukja e luksit, tek ato çantat e dorës që të jenë të gjitha sa më luksoze. Këta e kanë hallin tek kompleksi që kanë i të qenit katundar. Ta nuk e kanë për krenarit qenit katundar, siç duhet ta ketë çdo katundar shqiptar që ka qenë në bosht çdo lëvizje kombëtarisë shqiptare. Jo, këta janë rritur në për konvikte ku e kanë pasur atë punë problem të madh, e kanë pasur atë punë kompleks, dhe ky kompleks nuk ju del kurrë. Nuk ju del edhe para të bëjnë dhe çdo gjë të bëjnë. Mirë, po këta kanë humbur çdo lloj ndjenje njerëzore që katundari shqiptar e ka. Këta kanë humbur çdo lloj ndjenje kombëtare. Pra këta kanë humbur edhe vetveten. Kanë humbur edhe origjinën prej nga vin. Ky është zoti Rama sot. Ky është njeriu i cili përpiqet t'i bindë shqiptarët, t'i gënjejë shqiptarët pa pikën e turbit se do të shkojë në Washington dhe do ta pres Donald Trump, dhe Donald Trumpi do t'i vendos lule te këmbët këtij që do të shkojë dhe do të jetë president i bordit paqes. Një bord i cili ka kryer punën e vet, i cili është vendosur, i cili është me para të tjera kujt, tek i cili ky shkon thjesht si një qenush, si një kone leshatore për të thënë po. Për kur i thon tani leh, ai do të leh. Kaq është nderi që i bëhet kryeministrit ton, i cili ju ashet ju shumë shtrenjtë këtë. Po mos harroni këta gënjejnë të gjithë. Së dyti, një tjetër pikë që dua të përdor këtu është që kjo ftesa në Washington një farë pune e bën. Në qoftë se është e vërtetë, unë nuk i besoj asgjë pa e parë me sytë e mi, unë nuk kam informacione që është bërë ftesa, më kanë ardhur disa lloj informacionesh private, po janë të pa konfirmuara, nuk kam mbritur do t'i konfirmoj. Megjithatë, ta zëm për një moment që është e vërtetë. Kjo i mbyll një rubinet jashtëzakonisht shumë të madh të ashtu quajturës opozitë. Ç'a do thonë tani këta? Ç'a do thotë kjo opozita? Si do ta justifikojnë zaptimin që i kanë bërë vendit të opozitës reale? Disa prej brigadës së plehut të opozitës në për këto portalet, në për këto komentet e të tjerë bëjnë pyetje, thonë, po mirë më vlla, ku e di ti që këta kanë zënë vendin e opozitës? Këta janë opozita reale, ç'a do ti? Pse nuk del ti? Pse nuk bën ti? Shumë mirë. Janë opozitë reale këta? Çfarë ka fituar opozita nga veprimtaria e tyre? Çfarë keni fituar ju? Çfarë kanë fituar shqiptarët? Përveç faktit që këta kur ju teket, kur ju preken interesat familjes Berisha, dalin dhe hedhin ca
shishe molotov, madje përdorin fëmijët, siç përdorte Epsteini për punë të tjera, këta i përdorin për të hedhur molotov. Kaq bëjnë këta. Çfarë kanë bërë këta kur kanë pasur gjë në dorë? Çfarë bëjnë këta me reformën zgjedhore? A mos vallë njerëzit e reformës zgjedhore janë të gjithë njerëz të besuar të palëve të Paris Tiranës? Po ai rasti që njëri nga ekspertët e Edi Ramës të reformës zgjedhore është një ish zëvendësministër i Partisë Demokratike, një ish deputet i Partisë Demokratike. Pra këta janë të gjithë të lidhur bashkë me rrënjë e me kocë, sepse këta të gjithë janë të interesuar të mbajnë pushtetin bashkë, të ndajnë pushtet. Sigurisht që nuk ja lëshojnë njëri tjetrit, se ai që është në pushtet ha fort, i bie fort. Padyshim. Po edhe këta tjerët kanë fërmia. Lufta e këtyre nuk bëhet për të hedhur sistemin. Lufta e tyre bëhet për të marrë pjesën e madhe të tortës dhe për t'u lënë fëmijët këtyre të tjerëve. Ndaj dhe këta nuk e kanë seriozisht. Ndaj dhe kur vjen puna për të bërë opozitë, këta nuk e bëjnë reale. Ndaj dhe këta bërtasen parlament ditën dhe natën mbajnë tenderat e Edi Ramës. Pse vazhdon dhe merr familja Berisha tendera me anë të kompanive të treta? Në Tiranë, në mes të Tiranës, pavarësisht se është nën lupën e Spakut, këta vazhdojnë dhe marrin tendera, këta vazhdojnë dhe ndërtojnë pallate. Si u bën këta të pasur? Pse qenë kanë këta të gjithë njerëzit më të pasur të Shqipërisë sot? Si dolën këta të gjithë pronar? Shikojeni pronat që kanë këta. Bërni nga një listë të pronave. Merrni të fëmijëve, merrni të baxhanakëve, merrni të kunetërve, merrni të dashnorëve. Të gjithë këta pas kanë pasur sensin e biznesit, vetëm sepse kanë punuar në politikë, por nuk është e mundur. Këta kanë marrë dhe janë pasuruar duke vjedhur pasuritë e shqiptarëve, tuat, mijat, të gjithë kujt tjetër. Këta janë hajnat e popullit vet, ndaj dhe këta sillen në këtë lloj mënyre. Pra mos i besoni Edi Ramës apo Sali Berishës kur ju thonë që ata po bëjnë luftë me njëri tjetrin. Nuk kanë luftë. Ata janë bashkë. Secili po luan rolin e vet. Edhe Ilir Meta, cilin e përmendëm në pjesën e parë, luan rolin e vet. Ilir Meta është duke bërë therorin. Rolin e ashtu quajturës opozitë apo zaptimit opozitës e ka Sali Berisha. Del në shesh, mbledh aq mira njerëz sa mund të mbledh, që normalisht i ka sepse ka 30 sa vjet që ka militant, cilët i besojnë verbërisht, hedh 4-5 shishe molotov dhe thotë ja, thotë kjo është opozita. Po bëjmë opozitë fort, ore, shumë të fort. Dilni dhe vrituni dhe kapuni dhe digjuni. Digjni dhe institucionet shtetërore, sepse kush pyet për institucionet shtetërore, sikur janë tona. Nesër, madje po i dogjëm sot, nesër nëse vin pushtet, që nuk ka shans që të vinë, po nesër. Nëse vin pushtet, do bëjmë ca para ke tenderi i rindërtimit të institucionit, rindërtimit të ndërtesës, sepse këta kshu i masin gjërat. Sa pare do bëjmë ne? Këta janë të kapur nga oligarkët shumë kohë përpara se sa të vinë pushtet. Sa oligark denoncon sot Partia Demokratike? Sa? Cilët oligark? Ka fjalë nëpër media që disa oligark të mëdhej, disa oligark të vjetër të Parisë së Tiranës janë duke u thirrur në SPAK për afera jashtëzakonisht shumë të dyshimta. Shikoni gjë që i denoncojnë këta? Denoncojnë gjë këta oligarkët e mëdhej? Cilat emra denoncojnë këta? Këta denoncojnë ndonjë që e din që është thjesht i lidhur me Edi Ramën, këta denoncojnë Ergyes Agasin mbasi Ergyes Agasi u kap. Dhe e din që Ergyes Agasi ishte vetëm një lidhje. Nuk flasin për bosat e drogës, cilat janë mbrapa. Janë ata të cilët e përdorin Ergyes Agasin për t'u lidhur me qeverinë. Ati e merrte forcën e Ergyes Agasi. Ergyes Agasi është thjesht një njeri nga një familje e mirë i cili ka marrë rrugën e gabuar. Sepse në Shqipëri, në Tiranë, në Durrës, kudo qoftë, sot rinia ka vetëm një zgjedhje. Zgjedhjen e mendësisë kriminale. Pra nëse një njeri si Ergyes Agasi, një familje bollë e mirë, me një shtrat familjar të nderuar. Jatin e ka pasur deputet të PS-s dhe më parë ka qenë profesionist i nderuar. Nëse një njeri i tillë prodhon një monster si Ergyesi, i cili merret me pislliqet më të mëdha, i cili përpiqet të jetë në brendësi të pislliqeve më të mëdha që bën kjo qeveri, ose që bëjnë të gjitha llojet e qeverive, atëherë merrni me mend vet se çfarë brezash po rritet. Ndaj dhe në këtë pjesë të dytë desha t'ju shpjegoj thjesht se si e konceptojnë këta, thjesht se si ju gënjejnë këta, thjesht se thirrja në Washington nuk do të thotë që këta e kanë punët mirë me Amerikën,
as njëri dhe as tjetri. Dhe në fakt, shkuarja në Amerikë nëse shkon kryeministri, të paktën do t'ju nxjerrë palarat këtyre që paguan 6 milion dollar për të bërë lobimin, duke menduar se shiten e blihen në Amerikë ashtu siç shiten dhe blihen këta. Roll with the man them, send it on deck, quick load and we bang them. Big bite. You wanna dance with the devil? Sen I'm on rook and I art at the level. Stone loop cause my dog is a mental. Logjika të çon se ka i lider që ka përvojë dhe që Kush hodhi i pari në tryezë çështjen e djegjes së mandateve? Ishit ju prapë përsëri? Unë kam qenë. Po, që është vazhdimisht gjeneron ide, gjeneron politik. Asgjë si mandatesh. Si mund të mos votohesh për Sali Berishën? Partia Demokratike kur nuk mund të djeg mandate. Logjika të çon se ka i lider që ka përvojë dhe që Unë besoj se jam shqiptar etnik, me farë, me trashëgimni e me vetdije, sepse nuk mundem me kënd tjetër përpara vetvetes time. Unë besoj se qëllimi i krijuesit, që njeriu duhet me e dashur afërmin e vet si vetveten, është themeli i përparimit, i begatimit dhe i zhvillimit të shoqërisë vërtet e të moralshme njerëzore, në të gjithë kohët, por më shumë sot se kurrë. Unë besoj se krijuesi i ka ndarë njerëzit në farë e në kombe që punojnë secili për vete, e kur duhet edhe kundër kombit tjetër, sepse ashtu arrihet e mira që dëshiron njeriu, por edhe qëllimi i krijuesit. Unë besoj tek familja shqiptare, si bartëse e vlerave etnike shqiptare, si farktuese dhe krijuese e shqiptarit, si njeri shoqëror dhe si themeli i shoqërisë morale e vllazërore. Familja dhe nëna është e shenjtë. Unë besoj tek kombi shqiptar si një familje e zgjeruar e shqiptarëve. Vetëm një komb shqiptar që buron nga etnia dhe nga origjina etnike e përbashkët, që ndjek idealet e rilindjes kombëtare, më mundson mua që të jetoj me vetdije, me vlera, me identitet dhe moralin e duhur si njeri i barabartë që beson tek shqiptari tjetër si tek vetvetja. Unë besoj se e vetmja rrugë për ne shqiptarët për me përparu, për me begatu, e me kënd lire me jetu me ndere me siguri, është me punu për kombin ton, sepse ashtu garantojmë brezat dhe ardhmërinë. Unë besoj se askush nuk mundet me jetu me mirëbesim e me respekt me shqiptarin tjetër, nëse nuk pret që së bashku të bëjnë më të mirën, më të ndershmen dhe garantues për këtë duhet me qenë morali i kombit shqiptar dhe ligji i shtetit shqiptar. Unë besoj se vetëm rruga e vllaznimit, e përbashkësisë shqiptare, e ndihmesës dhe respektit për te pengesave, ndasive, bindjeve dhe kufive artificial, janë zgjidhja për me rujt vetveten dhe familjen, me kombin dhe me shtetin shqiptar dhe me sigurin, lirin, nderin e ardhmërinë. Unë besoj se çdo shqiptar ka drejt në lirisë, të nderit, të sigurisë jetës, të shëndetit e të edukimit, të punës e të përparimit, si më i barabarti midis barabartëve në shtet kombin e shqiptarëve. Unë besoj se toka që na kanë lënë të parët është e shenjtë dhe e patjetërsueshme, se Zot mbi pasuritë e natyrës është kombi dhe me të gjithë secili prej nesh, dhe pasuria e shtet kombit ju takon të gjithë shqiptarëve. Unë besoj se jeta e gjithë secilit shqiptar do të bëhet siç e meritojmë vetëm kur ne kemi një shtet komb që punon për shqiptarët, me shqiptarët që janë besnik atij shtet kombi dhe që mbron interesat e shqiptarëve kudo që janë dhe me mirëkuptimin e dëshirueshëm për pakicat që jetojnë në shtet kombin tonë. Unë besoj se bota është ndërtuar me shtetkombe dhe se vetëm shtetkombet
i mbrojnë popujt nga skllavëria që të imponon interesi material pa identitet, shërbimi individual pa kushte ndaj të huajve, shfrytëzimi i jetës pa vlerë, shtazërimi mendor dhe ideologjitë dhe bindjet që tjetërsojnë shpirtin e vërtet të shqiptarit. Unë besoj se ata që punojnë kundër shqiptarëve e kundër shtetkombit të tyre, edhe me ken gjak i gjakut tim, janë armiq për vdekje të shqiptarëve dhe duhet marrin shpërblimin që meritojnë.